Mirë se vini në të enjten tuaj. Jo aq e dashur sa e premtja, por jo aq mizore sa e hëna. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur, ju përshëndesim që të gjithë dhe un kam një kënaqësi të jashtëzakonshme sot që të kem këtu në studio Mejsin e vogël, e cila është 2 vjeçë. Mirëmëngjesi Mejsi. Mirëmëngjes Mejsi. Mirëmëngjesi. E di çfarë thot? Ajo është duke luajtur për shefin e vet, por ieri po e mban në prerë dhe kemi këtu vajzën. Bashkë me vajzën kemi edhe nënën, që është zonja Majlinda Xhaxhaj. Mirëmëngjes Majlinda, mirëserdha. E di që ka sjell këtu një shqetësim i madh si prind dhe desha shumë që ta ndanim këtë historinë së bashku, sepse kam përshtypjen që së bashku mund edhe të japim një zgjidhje shumë pozitive të gjithës kësaj. Megjithatë që na dëgjojnë njerëzit, mund na tregoni pak për historinë e Mejsit dhe për shqetësimin që ajo ka. Po. Mejsi aktualisht është 2 vjeçë. Dhe në moshën, deri në moshën 7 muajsh ka qenë një fëmijë shumë i mbar. Ka qenë një fëmijë shumë i shëndetshëm. Në moshën 7 muajsh filloi të ketë shumë probleme. Filloi të ketë probleme me sytë dhe filloi të ketë probleme me përqendrimin e kokës, gjë që për një fëmijë 7 muajsh nuk ishte normale mos të ngritte dot kokën. Filluam të shqetësoheshim, kemi qenë për doktor të ndryshëm, kemi qenë për okulist, por na thoshte që nuk ka gjë nga syt, më mirë shkoni bëni edhe një rezonancë. Si përfundim në janar të 2012 i bëm një rezonancë të kokës dhe aty zbuluam atë tragjedinë më të madhe të jetës tonë, le të themi, që ajo kishte një tumor 4.5 cm në kokë, një tumor goxha të madh. Vendosëm, morëm disa mendime të mjekëve të ndryshëm dhe vendosëm ta çonim në Greqi për një kurim sa më të mirë. Dhe më të efektshëm shpresonim. Në shkurt, Mejsi në 8 shkurt kreu një operacion mjaft të vështirë, por mjekët, nuk mundën të hiqnin asnjë pjesë të tumorit, sepse ishte në një vend shumë të vështirë që i ka prekur gjithë nervat optik dhe ishte e pamundur për të hequr. Më pas vijua me kemoterapi dhe vajza aktualisht ka për 13 cikle kemoterapish në 5 ditore. Dhe në janar të vitit 2013, kur bëm rezonancën e fundit, zbuluam që tumori jo që s'kishte reaguar nga kemoterapia, por kishte pësuar një rritje të vogël, domethënë me milimetra, por kishte pësuar një rritje. Kjo ishte nuk gjej fjalë për ta përshkruar se si jemi ndier. Shumë keq, shumë të pashpresë në atë moment. Doktorët e Greqisë që na ndërprend gjitha me kemoterapi, megjithatë na thanë që është e pamundur tani këtu t'i bëjmë diçka këtij fëmijë, po patët mundësi çojnë në Gjermani. Por sa e vështirë ishte për ne kjo puna e Gjermanisë, pasi kishim kaluar një vit, 13 muaj gati në Greqi me gjitha shpenzimet tona, ishte e pamundur. Tani hapet një kapitull tjetër, por çfarë ndodhet është një klinikë në Gjermani, ju keni folur me mjekët atje, cilët i kanë parë të gjitha, po themi, skanerat e të gjithë analizat që janë bërë të vajzës, e njohin gjendjen e tumorit. Po, njohin historinë, po. Dhe çfarë kanë thënë ata? Atëherë doktori Helmut Bertalanffy, të cilin ne kemi kontaktuar në Gjermani, domethënë pasi ka parë të gjitha CD-t e rezonancave të vajzës, ka thënë që po, ky është një operacion që kryhet këtu, sepse kemi kryer edhe në pacientë të tjerë. Vetëm domethënë sa më shpejt më mirë, sepse domethënë nuk duam që vajzat i ketë filluar ajo verbëria tek syt, sepse domethënë do ishte diçka e pandrejshme për syt. Okej, e kuptoj. Se fillon verbëria. Do thotë që prognoza është e mirë, që ky është një operacion që bëhet jo vetëm që t'i shpëtoj jetën vajzës, por që vajza as mos ketë probleme me shikimin, nëse bëhet ndërkohë. Dhe e di që gjithë çështja ka, për ta përmbledhur këtu, ka mbetur te një garanci bankare prej 40.000 euro që ju duhet të vendosni në mënyrë që ky operacion të marrë dritën e jeshile dhe të kryhet. Dhe çështja është që po bë nesër aq më mirë. Domethënë sa më shpejt aq më mirë. Për këtë arsye, unë e di që shumë njerëz janë sensibilizuar, sepse kemi parë edhe në Facebook, kemi parë edhe te Spitali Amerikan, kemi parë edhe në vende tjera edhe në media tjera, te Newsi, që keni folur për këtë çështje për ta mediatizuar dhe di që ju keni ardhur sot këtu për ta bërë sa më publike këtë rast, sepse ky fëmijë ka shumë shpresë që të jetojë një jetë normale. Dhe kjo mund bëhet e mundur nëse ne që ndihmojmë të tjerëve. Pas një viti shpenzime shtilla, familja nuk ka më mundësitë që të garantoj me 40.000 euro. Është e pamundur tashmë për ne. Neve po mundohemi të bëjmë çdo gjë për shpëtuar vajzën tonë, sepse kemi një rrugëzgjidhje.
kemi doktorët na kanë dhënë një shpresë të mirë për vajzën dhe ne tani do mundohemi të bëjmë diçka, por kemi shumë nevojë për ndihmën e gjithëve. Domethënë ne bashkë me gjithë njerëzit anë mban kudo që janë këtu dhe jashtë kudo që janë, neve kemi shumë nevojë tani në këto momente për një ndihmë të secilit prej tyre. Na kanë ndihmuar mjaftueshëm deri tani shumë institucione, shumë të cilët unë do doja t'i falenderoja. Absolutisht, po mundesh. Po, do doja të falenderoja në fillim gazetarin Erion Skënda, i cili ishte iniciatori i gjithë kësaj. Do doja të falenderoja shumë Bashkinë e Qytetit Fierit, i cili ka bërë të pamundurën për Mesin. Gjithashtu shumë të rinj, shumë universitete private të cilët kanë marrë një nismë goxha të mirë në ndihmë të Mesit. Edhe gjimnazistët e Petroninit, po, dhe gjithashtu dhe njësinë bashkiake numër 5, domethënë e cila na ka ndihmuar shumë. Shumë përkrahas të Partisë Demokratike në Fier, të cilët kanë hapur një kuti dhe domethënë kanë bërë të pamundurën për të mbledhur fonda tek PD-ja e Fierit. Po, tek PD-ja e Fierit. Domethënë gjithandej është bërë një sensibilizim shumë i madh për Mesin. Shumë mirë. Mesi po luan me sendet e mia, po është krejtësisht okay, vetëm se ne kemi diçka që t'i japim Mesit. Olta ka zgjedhur vetë dje. Kështu që të luajmë atë ndërkohë. Dua që të bëj edhe dua ta bëj unë një thirrje nga ana ime që njerëzit që i kanë mundësi, bizneset, por edhe individ ndryshëm. Mesi shikoj se çfarë ka bler Olta. Faleminderit Olta. Shehjotja. Faleminderit shumë. Të pëlqen kjo kukë e vogël? E ke çfarë? Po kënaqet me atë. Bëri një shoqje të re. Mari Mesi këtë. Dua që të them se kemi të paktën një konfirmim sot mëngjes që vjen nga Fibank. Fibank është banka që ndodhet tek Kullat Binjaka, siç e njohin këtu, por jo vetëm, me gjithë filialet e saj nëpër Shqipëri. Fibank ka hapur një llogari bankare vetëm për kontribute për Mesin, në cilën Fibank ka hedhur sot në mëngjes 1.000 euro, dhe ka ftuar që të gjithë punonjësit e bankës Fibank dhe klientët e vet që të bëjnë ata pastaj kontribute personale. Por 1.000 euro ndodhen atje sot mëngjes vetëm si hapje e llogarisë, të tjera do të shtohen gjatë ditës sotme dhe në ditët në vijim. Dhe unë e di që ju keni një llogari bankare gjithashtu tek Banka Credins që është e hapur, edhe mundësi tjera se si njerëzit mund ndihmojnë, si mund ndihmojnë njerëzit. Nëse e dëgjojnë këtë bisedë sot këtu dhe thonë, po unë dua t'jap për Mesin. Çfarë do të bëjnë? Atëherë, neve e fillimisht dua të falenderoj shumë Fibank, faleminderit që na u gjen pranë. Dhe për gjithë njerëzit e tjerë, domethënë është hapur një llogari bankare te Credins, ndërkohë që njerëzit na kontaktojnë edhe me anë të telefonit dhe kërkojnë të takojnë Mesin. Dhe domethënë atë sikur një qindark të vogël, domethënë t'ja japin Mesin në dorë. Domethënë kjo është mënyra se. E ndjeni që njerëzit ju janë gjindur pranë? Shumë. Është vërtet, po ndjeni atë lloj komforti të paktën që po, jashtëzakonisht shumë, me anë, domethënë jo vetëm me për sa i përket çështjes monetare, por dhe me mesazhe duke na përkrahur, duke domethënë na pyetur për Mesin, apo duke na takuar dhe rrugës, duke na thënë që kjo është ajo voglushja që e takojnë, domethënë dhe urime nga më të mirat, nga më të përzemërtat. Pra keni edhe mbështetje shpirtërore. Po, shumë mbështetje. Për të bërë një bilanc deri tani juve ju duhet një shumë prej 40.000 eurosh. Po. Edhe kemi të paktën 16.000 euro. 16.000 euro aktualisht. Bën 17 me këto të Fibankut që komunikuam sot mëngjes. Unë dua t'i bëj një thirrje edhe bizneseve të tjera, njerëzve që na dëgjojnë, menaxherë që mund të jenë drejtor, njerëz në marketing, kompani të ndryshme, që ne do jemi të gatshëm që ta promovojmë rastin tuaj për të dhënë për Mesin, sepse Mesi po pret që të shkojnë në Gjermani, të kurohet e të kthehet pastaj për t'u rikthyer fëmijërisë normale, bashkë me lodrat e saj, pastaj do të shkojnë në shkollë etj. Shumë e rëndë. Majlinda, unë të uroj më të mirën për vajzën. Është dëshirim sa më të shpejt. Faleminderit shumë, faleminderit. Do të jam i sigurt se gjithçka do të shkojë shumë mirë. Unë kam besim të jashtëzakonshëm tek njerëzit, tek mjekët në Gjermani, por edhe tek forca juaj, kështu që forca kurajo. Faleminderit të gjithëve që na mbështesin, po na përkrahin në këto momente kaq shumë të vështira për ne. Faleminderit të gjithëve kudo që ndodhen anë mban. Faleminderit për kontributet, faleminderit për ndihmën, faleminderit për çdo gjë. Shumë faleminderit. Sukses e Mesit. Do themi sërish miq dashur këtu në klubin e mëngjesit, tani dëgjojmë një këngë nga Jessie Ware, Imagine It Was Us. Le ajo luan për shefin e vet, le të luaj.